E kemi anoncuar që prej fillimit, që tani do të kemi një personazh që na fut pikërisht në këtë moodin, në këtë gjendjen, kështu kaq të pashtë, kaq të qetë. Ashtu sikur se e tham në fillim, dallon shumë, ka një zë cilin unë e kam pëlqyer shumë që në dëgjimin e parë, është nga ato zëra që nuk harrohet thjesht. Jo, po merr frym. Jo, yll në ngjitje, vetëm kaq kisha për të thënë. Yll në ngjitje? Është ngjitur ai? Jo, më shumë, do ngjitet edhe më shumë. Ore, është ngjitur. Ore, do ngjitet edhe më shumë, beso. Me këto parametra që ka, është shumë interesante të shohësh në fakt një artiste të tillë, me vokal të tillë dhe ç'është më rëndësishme materialet të tilla artistike, siç ajo zgjedh të prezantojë për publikun, se nuk është shumë e thjeshtë. Shumë drejtë është. Të vazhdosh edhe të bësh materiale të tilla në një vend ku shpesh herë preferencat janë edhe ndryshe, por ajo ja ka dalë. Nuk e di se sa do rezistoj, a do komercializohet apo jo, ndonë se fjala komerç me thonë të drejtë nuk është aq negative sa që bëjmë ne. Megjithatë, mos ta zgjasim shumë, po ta ftojmë në studio për ta njohur përtej asaj çfarë ju shihni në daljet e saj publike, në koncerte, në videoklipe e tjerë e tjerë. Zonja dhe zotrinj, në studio sot vjen Lore. Hello! Shiko, shiheni. Mirë se erdhe. Është një qenje. Faleminderit. Shumë knajsi, me të kam pritur. Mirë se erdhe. Faleminderit. Do të ndihmoj me karikën? Është okay. Loren, kur e morëm telefon, që i tham që do vi për intervistë? Do jem me Julkë? Ka pasur Julka më kanë qenë fanse për historike jotja. Pra. Ua, se ke iden. Dhe sot e kësaj dite super dëgjoj muzikën tënde, jem në playlistën time, po. Prandaj pra nisa kështu. E po i ke merituar të gjitha ato persime që kam. Po shtojë. Jo vetëm publikisht, por edhe personalisht, sa herë kam pasur rast, sepse atë që po thoja e mendoj vërtet, e ndjej vërtet, dhe kur kam pasur rastin që të flas, ndoshta edhe me bashkëpunëtor të tu, kam thënë bravo, unë ty të kam fiksuar që tek një këngë që ke bërë shumë kohë më përpara me një nga DJ, dhe videoklipi ka qenë praktikisht vetëm e det. Po. Dhe që atëherë unë të kam pikasur. Wow, shumë me rrallë, se ajo ka qenë kënga ime e parë, bashkëpunëtorët e mi kanë qenë të huaj, ka qenë eksperiment, wow, nuk kanë si. Ashtu dhe. Që që e kam seriozisht ato që them. Por ama, jo shumë kush e di që në fakt ti, le ta themi në këtë forme, dalit e tua të para publike i ke patur pikërisht këtu, në Top Channel, në The Voice. E shumë vërtet, po. Unë kam lindur në Top Channel praktikisht, aty kam bërë hapat e mi të parë drejt muzikës, në The Voice edicioni 3, mos gaboj, o zot, 17. 17 vjeç, Po. Edhe shumë më buçko. Por që atëherë, dhe më thënë, kam patur gjithmonë dëshirën për të ardhur ndryshe. Për të ardhur Po, që atëherë. Kur e shet, më ka pasur mentor Elton Dev. Po, Eltonin, pa tjetër, po kur e shet tani këto pamje, çfarë mendon? E para Po pse? Jo, që kam vesh, pa të flok. Jo. Do kësha ndryshuar shumë gjëra, por shumë e lumtur për përzgjedhjen e këngës, për sa stil erdha, për komentet e jurisë, mua më kthyen të katërt. E vërtet. Po, unë kam ardhur në 9 të mëngjesit në Top dhe kam kënduar në 9 të darkës, sepse ka pasur shumë prurje. Shumë njerëz në audicione, artistë që kanë dashur ta prekin në skenë, edhe mbajta penge dhe shoqet e mia, 13 orë. O shoqet për atë? Po, pikërisht. Të mbajtur penge. Ti shkove deri në? Deri në 8 live. Deri në 8 live. Po, kam qenë pesë e mirë Elton Dedës. Kur e shikon tani këtë vajzën, këtë Loren e dikurshme, sa ka ndryshuar ajo nga Loreja që është sot, këtë që kam unë përballë, pra më bë pak diferencën, jo vetëm artistikisht, se nuk po futem artistikisht, dua si njeri, si koncepte, si mënyrë pikpamje të jetës e tjerë, sa ndryshe është tani Lore? Tani që flasim, e gjithë ajo gjëja që kisha në kokë paka shumë, ajo ëndra që fëmi është konkretizuar. Jam shumë e pjekur artistikisht, por kam mbajtur të fëmin brenda meje gjatë gjithë kohës gjallë për
për ta pasur pjesë të kreativitetit tim, të procesit krijues, për të mos humbur atë genuinitetin edhe në të shkruar, të gjithë gjëja të vi shpirtërore, e ndjerë, e vërtet. Kështu që kjo është ajo gjëja që kam ruajtur dhe çka kam ndryshuar është thuajse çdo gjë tjetër që lidhet me me exteriorin, po, dhe pastaj jam e lumtur që i kam qëndruar besnike emocioneve të mia. Kjo është ajo gjëja që gjithmonë kam dashur mos bëj kompromis edhe e kam arritur. Është e vështirë sepse e cekëm edhe pak më herët që në një botë ku komerci duket se zë një pjesë të konsiderueshme dhe në fund të ditës përkthehet edhe të ardhurat që fitohen, sepse normalisht të jesh këngëtare, shpenzimet janë shumë të mëdha. Ndryshon puna nëse ke një shtëpi të madhe diskografike që merret me ty dhe kujdeset për financat e tua dhe është pak më e thjeshtë. Po në momentin që të duhet shumë gjëra ti përballosh vetë, nuk e di si është në rastin tënd. Dhe të vazhdosh dhe nuk e ul, pra i qëndron besnike emocioneve tua dhe zgjedhjeve të tua të veçanta artistike. E vërtet. Kjo nuk ka ardhur. Sa po mendon se do të qëndrosh kështu? Për fat timin shumë të madh, kjo dëshirë për të qëndruar kaq autentike edhe për të qenë iniciatore e një rrymë, një soundi komplet të ri që mendoj dhe them pa modesti nuk ekziston në treg. Ka ardhur vetëm fal besimit shumë të madh që kanë pasur bashkëpunëtorët e mi ndaj meje. Pra familja ime e dytë, studio ime, çunat e mi. Çunat e tu, po? Po, çunat e mi. Çu i quan çunat e tu? Mi, po. Po, pa to nuk besoj që do kishte pasur kaq shumë insistim. Vjen një moment dhe demoralizohesh. U bën shumë vite që unë bëj muzikë alternative, u bën shumë vite që unë mundohem që të sjell një gjë të re në treg, po ka qenë insistimi tyre, besimi shumë i madh, edhe dëshira ëndre e përbashkët për të ndruar pllakun në treg. E megjithatë në këngën magjike u shpërblye, besoj. Po, në këngën magjike po. Po, ishte një moment shumë i bukur. Ishte një çmim shumë i mirë dhe i vyer, ashtu o? Jo, nuk e prisja. Nuk e prisja sepse konkurenca ishte e fortë për të në të që është. Të gjithë artistët e rinj, për mendimin tim, superonin edhe bigët. Ishim vërtet shumë të fortë, po që ishte shumë e nevojshme. Tregojnë çik në këtë atmosferën pas skenës, sigurisht do shkojmë te personazhet tani, po duke qenë se është kaq e ndjeshme, edhe unë e di se si është atmosfera pas kujtëve. Unë hesht se nuk e di. E di, po e di me aktor. Ka shumë i njëjti batak jemi. Si e ke përjetuar? Bryllat, apo... Bryllat, kolegët që ta duan shumë të mirë, po pastaj zbulon që... Sta dash kanë daj shumë. E them në drejtën, ishte viti parë për mua. Kështu që kisha bërë, jo vetëm për natyrën që kam, domethënë, po edhe për atmosferën që gjeta, kisha bërë një pak me veten që nuk do irritohesha, sido që t'ishte, nuk do mërzitesha.